Tani ta shohim edhe motorin. Siç e thash, kjo është e kuqe, po e ka veshje. Ky është motori LT1 që e quh Chevrolet LT1, 6.2 V8, 455 kuaj fuqi, edhe 620 Nm tork. Kanë pas edhe versionin e ZL1-shit që ka pas supercharger, pa i ka pas 650 kuaj, shofim. Panora mundësia da e bëjmë edhe atë. Ka pas tjerë që i kanë modifikuar dhe vete. Ato që kam dash me bleun ka qenë njëna me Magnusson Supercharger, po ushqit ajo, mora dhe Cadillacun pastaj. Ka hapësirë këtu. Këto kanë pas edhe 3.6 V6 aspirato, kanë pas edhe 2 mish turbo, 4 pistonç. Po mënyra vetëm për t'i marrë këto makina është me V8-ën. Përren muscle cars, pa test dhe ishin muscle cars. Shumë e lezetshme. Gjithë ky motor ka goxha performancë. Specifika ngjasim 156 AMG-s, 6.2, gati 500 kuaj edhe 600 Nm tork. Kemë edhe bagazhin. Bagazhi nuk është se ka të vogël, po këtë hapjen e ka të vogël. Te pjesën ku e fut, se kështu ka hapësirë, po këtë hapjen e ka shumë të vogël. Tani ta shohim edhe interiorin.